nëse mishi nuk e ka vullën halal, a lejo të jemi strikt dhe të themi se është haram? Jo, nuk lejohet. Sepse nuk është vula që është vendosur atij mishi ajo që e bën halal apo jo, po janë rregullat islame, a janë vënë në praktik gjatë thirrjes së atij mishi. Nëse e thirr një besimtar edhe se ka shenjë e vulës halal, s'ka mujt me marrë në atë institutin atje ku duhet më marrë. Pse mos me ngranë? Dhe mund të ndodhe kundërta që dikush ta bëj fals për shembull. Pra nuk janë kriteret e një vule ose jo, por janë kriteret e islamit. E ne themi gjërat mi bo halal dhe haram i ban Allahu. E na çka është e jona me këshy rrugën deri aty, domethënë deri te halali edhe harami si ka ardhur. Nëse dikush e ka prej me rregulla islame dhe nëse nuk e ka atë shenjë, s'ka problem.